mbledhjen e sotme të qeverisë, miratuam disa amendime në lidhje me VKM 182 që lidhet me elementet e sigurisë të pullave fiskale. Propozimet që ne sjellim janë disa risi në fakt, sepse pullat e reja që do të hidhen në qarkullim kanë dy element. Së pari rriten elementet e sigurisë që bëjnë të pamundur ose ulin mundësinë e falsifikimit të tyre. Nga ana tjetër do të vendosim edhe teknologjinë track and trace në pullat fiskale, duke i dhënë mundësinë autoriteteve si tatimore dhe doganore që të ndjekin produktet që nga prodhuesi ose importuesi deri tek konsumatori i fundit. Nga ana tjetër, një risi tjetër e pullave të reja fiskale do të jetë dhe barkodi që do të vendosim në këto pulla fiskale, ku konsumatorët do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e aksizës. Nëpërmjet barkodit, nëpërmjet një telefoni, do të mund që të skanojnë produktin dhe të marrin informacion se kush është prodhuesi, kush është importuesi, kush është data në cilën ka hyrë produkti në Shqipëri dhe informacione tjera që mund të jenë në dobi dhe vinë dhe natyrisht në dobi të sigurimit të sigurisë ushqimore. Siç e dini, këto pulla fiskale tashmë prej më shumë se sa një viti prodhohen nga kompania shtetërore Alp Trace SHA, prodhohen me një kosto që është 20% më lirë se sa prodhoheshin nga koncesionari më parshëm. Pra ndryshimet që ne po propozojmë janë propozime të cilat janë në linjë me parafrimin e standardeve të Bashkimit Evropian dhe nga ana tjetër pa diskutim na përmirësojnë cilësinë e administrimit fiskal, por edhe rrisin standardet e sigurisë ushqimore në vend. Ju faleminderit. Përshëndetje zoti ministër, Sabina Nika nga MCN Televizion. Në fakt doja t'ju pyes pak për sa i përket edhe kolapsit të Albania dhe njoftimi që është bërë nga vetë portali që nga data 15 deri në datën 18 do ketë një bllokim të shërbimeve si pasojë edhe infrastrukturës së re që po i bëhet. Nuk e di nëse janë marrë masa edhe për bizneset, pasi dim që nga mungesa e sportelit fizik dhe çdo shërbim është kryer online dhe për të mos krijuar ato situatat e pakëndshme për bllokimin edhe të shumë dokumentave që mund t'i marrin nga shërbimet online. Unë besoj që kjo është një pyetje që do duhet t'i adresohet institucionit përgjegjës. Unë mund t'ju them që në rast se problematikat cilat vijnë nga sistemi online janë problematika që afektojnë në rastin konkret tatim paguesit apo individët për marrjen e shërbimeve, patjetër që nëse këto vonesa do të cilin penalitet për qytetarët, unë besoj që qeveria do të marrë gjitha masat e nevojshme që të tejkalojmë këto lloj penalitetesh që mund të lini si rezultat i mos funksionimit të sistemit i Albania. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Në mbledhjen e qeverisë në fakt kaluam disa akte të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, po atë që do ndalem sot është një akt i rëndësishëm i marrë në kuadër të masave subvencionuese që qeveria shqiptare ka marrë në kohën e krizës së hidrokarbure dhe bëhet fjalë për masën e subvencionimit për transportin qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës. Kujtoj që para rreth një muaj ne jemi ulur me shoqatat e transportit si dhe me përfaqësues të bashkive bashkë me Ministrinë e Ekonomisë dhe jemi ulur në tryezë dhe kemi dëgjuar gjitha shqetësimet dhe problematikat e tyre. Në atë kohë ne dhamë fjalën që do kishim një masë subvencionuese, siç kishim edhe në kohën e vitit 2022 dhe konkretisht sot e kemi miratuar që bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lekë për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës. Dhe po ashtu një lajm i mirë tjetër që përsëri ne u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit është që këtë masë subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars, kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës. Dhe në këtë kuptim kemi përmbushur një angazhim të marrë me grupet e interesit dhe sipas dakordësisë përkatëse. Faleminderit. Përshëndetje zoti ministër, Klajdi Bodri nga Syri Televizion. Para disa ditësh keni deklaruar se shumë shpejt pritet shpallet fituesi për Milot Ballldren, ndërkohë është e njëjta gjë edhe për Kashar Lekaj. Teksa qeveria vit pas viti, le të themi, trumbeton një buxhet më të madh. Përse qytetarët shqiptar duhet paguajnë për rrugë me para kur buxheti i qeverisë e mundson që këto rrugë apo nuk e mundson që të ndërtohen dhe duke qenë se thuajse veriu i Shqipërisë është bërë i aksesueshëm vetëm me pagesë, duke nisur nga Thuma Kasharit e Milot Ballldren dhe tek rruga e Kombit. Duke qenë se tashmë kemi edhe këtë bordin e transparencës, ku një pjesë e madhe e rrugëve po bën me pagesë, a mos do të propozoni dhe heqjen e taksës qarkullimi, duke qenë se do t'i paguajmë rrugët kur të kalojmë dhe nuk kemi pse të paguajmë te karburanti.
Milot Balltren është një rrugë shumë e rëndësishme për gjithë korridorin Adriatiko-Jonian, por kryesisht për veriun e Shqipërisë dhe kryesisht edhe për qarkun Shkodër, në të cilën unë kam vëmendje maksimale për atë rrugë dhe që presim që patjetër është në procedurë konkurruese, ka rrugën e vet ligjore dhe komisioni i dhënies me koncesion po e verifikon me rregullshmërinë e duhur dhe unë pres që siç e kemi informuar edhe që ju e saktësuat para disa javësh, siç unë e kam informuar, do kemi mundësinë që ta shpallim fituesin dhe nisjen e kësaj rruge kaq shumë të rëndësishme për gjithë veriun dhe sidomos edhe për qarkun e Shkodrës, sepse lidh pjesën e korridorit Adriatik me pjesën tjetër të Shqipërisë. Për sa i përket le të themi shqetësimit që ju ngrini, unë mendoj që është një shqetësim që nuk është shumë i bazuar për shkak se të gjitha këto rrugë që ju referoni, patjetër janë me toll me pagesë, siç janë në gjithë Europën, për ato që duan të ecin me një kategori A autostradë, por kanë dhe rrugët alternative të cilat përsëri mund të jenë të aksesueshme. Dhe në këtë kuptim, patjetër realizohet funksioni publik i bërjes së një rruge të një kategorie të caktuar të nivelit A, por po ashtu duke krijuar dhe mundësinë rrugës alternative pa pagesë. Në këtë kuptim qytetari nuk humbet asgjë përveç se përfiton një rrugë me standard të lartë dhe për të ardhur dhe për të ndërlidhur me qytetet e tjera në një kohë sa më të shkurtër. Rruga Kombit që është ndërtuar me para publike dhe nuk ka një rrugë alternative. Gjithashtu këtë premtime kemi dëgjuar dhe për Thuman Kasharin që do të kemi rrugë alternative, ndërkohë rruga vjetër nga Fushkruja as nuk është rehabilituar as po ashtu dhe Ndroqi, duke qenë se po flasim dhe për Kashar Lekaj. Pyetja ime ishte shumë e qartë. Qeveria me rritjet vazhdueshme të buxhetit çdo vit e ka të pamundur të ndërtojë vetë rrugët dhe qytetarët të kalojnë në këto rrugë pa paguar kur paguajnë dhe taksën e qarkullimit? Dhe a ka, duke qenë se jeni edhe antar i bordit transparencës, a ka plan qeveria kur thuaj se 50% të Shqipërisë po bën me pagesë që të propozoj heqjen e taksës qarkullimit, sepse siç e thash, thuaj se gjithë veriu me Milot Balltren dhe Thuman Kasharin dhe rrugën e Kombit është i aksesueshëm me pagesë. Pastaj të flasim për pjesën tjetër. E para, unë do kisha sugjeruar që kur bëjmë bashkëvizitimin këtu dhe shifrave të referohemi në mënyrën e duhur, të thoni që 50% nga rrugë janë me pagesë, është absurde dhe besoj që nuk është as për të diskutuar. Ne ishim duke diskutuar bashkë për sa i përket elementit të rrugë alternative dhe ajo çfarë po ju them është që gjitha këto rrugë që ju referoni kanë rrugë alternative dhe një pjesë e mirë e tyre, në rastin konkret të atyre rrugëve të reja që ju referoni, kanë rrugë të reja alternative që është sipas standardeve përkatëse. Për sa i përket funksionit të bordit të transparencës ka një funksion shumë të qartë të përcaktuar me ligj që është dhënia e transparencës dhe vendosja e kushteve maksimale për sa i përket shitjes së hidrokarbureve në treg. Ndërkohë po ashtu roli i rëndësishëm i bordit të transparencës është ulja me qytetarët dhe ulja me grupet e interesit për t'i dëgjuar me masa mbështetëse dhe subvencionuese. Masa që unë propozova sot dhe miratuam në qeveri vjen pikërisht për këtë që është subvencionimi me 50 lekë i gjitha shoqërive të transportit publik, transportit ndër qytetas dhe rreth qytetas për 50 lekë për litër.